Para të leot të ndërshëm, ne po flasmi për një krijes, si transmeton Imam Bezario dhe Imam Ahmedi, kur u sjell buraki që të hip pejgamberi Allahut, lëviz buraki dhe Gjibrili alayhi salatu wassalam i drejtohet burakit dhe i thot ja burak, pse po dridhësh, pse po lëviz? Gjithë pejgambert e Allahut kanë hip shpirën tënde, nuk e lëviz. Mirë po kur ardh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të hipen shpirën tënde, tha lëviz. A dini vëllezër të ndërshëm dietar për këtë hadith të pejgamberit Allahut çka kanë thonë? A dini pse buraki u lëvizi kur mor pejgamberi Allahut me hip dhe mu transferu dhe me kalu një pjesë të natës prej në Mekka në Aksa? Ka thonë u dridh buraki, ashtu si që u dridh kodra Uhudit, kur hipi pejgamberi Allahut prej gazimit, se kush po hip në shpinën e tij. Para Gjibrili alayhi salatu wassalam tha, dije ja burak se në shpinën tone nuk ka hip krijes ma e ndershme tek Allahu azza wa jall, se ai i cili po hip tash edhe torpërohet buraki derisa gjersitet. Pra vëllezër të ndershëm, pejgamberi Allahut gëzon të autoritet të madh. Për këtë arsye thot Ebul Aliya, se Allahu na ka porosit neve që ti çojmë salavat pejgamberit Allahut. Allahu azza wa jall me këtë ajet neve na paralajmëroi dhe na tregoi se ma i madhërueshmin ma i madhërueshmin në qiell në mesin e melekëve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Para ata dhe ma i madhërueshmi dhe i lavdërueshmi që duhet të jetë dhe sipërfaqen e tokës do të jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, ne duhem ta dimë rëndësinë se çfarë është rëndësia të çojmë salavat mbi pejgamberin Allah.